Ju ngri në shpatullat dhe keni dhimbje, ja çfarë duhet të thotë dhe si ta trajtoni atë. Shpatullat e ngrira janë një term që shpesh përdoret për të përshkruar një gjendje të veçantë të dhimbjes ose ngurtësisë në shpatulla. Është një problem që prek shumë njerëz, por çfarë do të thotë kjo për aspektin shëndetësor dhe si ndikon në jetën e përditshme? Në kuptimin fizik, ngrirja e shpatullës shpesh lidhet me një gjendje të quajtur kapsula e ngjitjes së shpatullës. Kjo gjendje shfaqet kur indet që mbështetin nyjet e shpatullës përkeqësohen duke shkaktuar kufizime të lëvizjeve, dhimbje dhe faktorë të ndryshëm që përfshin këtë dhimbje janë mosha dhe gjinia, kryesisht gratë mbi 40 vjeç, sëmundje të tjera si problemet e tiroides, palëvizshmëria dhe gjendja staktike. Trajtimi për shpatullat e ngrira zakonisht përfshin kombinimet fizioterapit, ilaçet kundër dhimbjeve dhe gjithashtu edhe injeksionet dhe ndërhyrjet kirurgjikale. Ushtrimet janë shumë të rëndësishme për të mbajtur larg këto komplikacione.